Partia opozitare maqedonase Levica ka reaguar ashpër ndaj rritjes së çmimit të ngrohjes qendrore me mbi 5% dhe paralajmërimeve për shtrenjtim të energjisë elektrike nga janari. Nga partia thonë se këto vendime janë dëshmi për dështimet e qeverisë në sektorin energjetik dhe për goditjen e standardit të qytetarëve. Komisioni Regulator për Energjetik në vend që të mbrojë interesin publik vepron si shërbim i kompanive monopoliste duke i pranuar kostot e tyre pa kontroll real. Kjo rezulton me tarifa më të larta në kurriz të qytetarëve. Levica kritikon edhe ofertën e MV-s për shitjen e energjisë me 65 euro për megawatt orë, duke vlerësuar se kjo erëzon narrativën qeveritare për stabilitet në furnizim. Sipas tyre, qytetarët energjinë elektrike e paguajnë 2 herë përmes faturave më të larta dhe përmes subvencioneve nga buxheti. Ata kërkojnë rishqyrtim të vendimeve të fundit të KRR-s, publikim të llogaritjeve për shtrenjtimet dhe analiza të pavarura për punën e MV-s. Levica paralajmëron se do të vazhdojë të kundërshtoj politika që favorizojnë monopolet dhe kërkon rikthimin e kompanive energjetike nën kontroll shtetëror.